Drejtuesit e degës së PDK-s kanë dorëzuar kallëzim penal në prokurorinë themelore ndaj kryetarit Alban Hyseni. Ata pretendojnë se ai ka keqpërdorur tenderin në vlerë prej afro 500.000 euro për punësimin e 46 punonjësve në qendrën kryesore të mjekësisë familjare përmes një operatori ekonomik. Ky tender i cili është dhënë për 3 vite, në vlerën prej 500.000 euro, kryetari i komunës ka arritur tash me zemra 1 viti dhe të tekaloj numrin e punësuar, sepse me tender ka kërkuar që të jenë të punësuar 28, ndërsa numri ka shkuar në 46. Sipas tij, tejkalimi i numrit të punësuarve është bërë për shkak të afrimit të zgjedhjeve lokale. Prej familjarëve të ngushtë të drejtorëve komunal, drejtorit shërbime publike, që ka qenë motrën atë. Tash, edhe drejtorave të tjerë të komunës, edhe deputetëve, kemi një deputete të nderuame, e cila kurrë si don punësime familjare në çdo konkurs. Edhe në këtë rast, kontrata në vepër ka arrit edhe përmes tenderit 500.000 euro këtë deputete s'paku të ka punësuar. Në komunën e Gjilanit dhe në drejtorinë e shëndetësisë nuk pranuan të flisnin para kamerës për këtë çështje. Mirë po, përmes një reagimi, drejtori Hekuran Rapuca tha se punësimi i këtyre punonjësve është bërë në formë urgjente dhe të përkohshme. Ky staf është angazhuar bazuar në nevoja konkrete dhe reale, jo në baza partijake, siç ka qenë praktik për dekada nga pushtetet e mëhershme. Është skandaloze që individ si Riad Rashiti, të cilët kanë ushtruar presion të drejtë për drejtë mbi kompaninë fituese të tenderit, duke kërkuar punësimin e personave me inicialet VI dhe AJ, sot dalin në opinion si mbrojtës të ligjshmërisë. E në kompaninë që është kontraktuar për angazhimin e punonjësve shëndetësor, thanë se numri i punëtorëve është brenda kontratës së nënshkruar. Sipas tyre, numri të punësuarve varet prej nevojave dhe fluksit të punës në QKMF. Procedura ka shkuar përmes organit shqyrtues të prokurimit. Kemi qenë në çmimin më të lirë, rreth 60.000 euro dhe kjo plus minus 30% vlera e kontratës dhe ligjet e prokurimit publik shikojnë nga menaxheri i kontratës tonë dhe menaxherit të kontratës në komunë, në këtë rast QKMF. Në njoftimin për kontratë të publikuar në qershor të vitit të kaluar, thuhet se nga operatori ekonomik kërkohet angazhimi i punëtorëve shëndetësor si minimumi 20 mjek, 5 stomatolog, 2 infermierë si dhe 1 ekonomist e 1 jurist.